Deri të mërkurën e 5 nëntorit ka fat presidentja Vjosa Osmani që ta mandatoj të dytin për formimin e qeverisë pas kërkesës që i bëri lëvizjave të vendosje për më shumë kohë. Megjithatë, teksa jemi 2 ditë larg këtij afati, nga presidenca mohon të kemë pasur ndonjë takim me përfaqësuesit e këtij subjekti. Por me këtë kërkesë, kreu i partisë më të madhe në vend, Albin Kurti, thuhet se po bën vetëm kalkulime politike që datën e zgjedhjeve ta shtyjë deri në fund të dhjetorit. Thjesht është blerje kohës që me konsumu 10 ditë që presidentja i ka për me konsultu me parti politike, pastaj eventualisht me propozu një mandator që me konsumu edhe 15 ditë tjera të mandatorit të dytë, e që gradualisht me shku data zgjedhjeve në fund të dhjetorit, ku këta pretendojnë që halo e kanë një mbështetje të madhe të diasporës, edhe që zgjedhjet me shku pra në fund të dhjetorit ku Kosova frekuentohet pak më shumë me njerëz nga diaspora. Megjithatë, kjo qasje po konsiderohet e gabueshme. Albin Kurti besoj që tash komunist në detyrë e dim që është bën kalkulime politike dhe bën populizëm dhe mundohet një farforme t'i bind dhe këtë mos themelimin e institucionit të Kosovës mundohet me avgju opozitës. E në rast të lëvizjave të vendosjes arrin ta bind presidentën për një shumicë që bën qeverinë e re, shefja e shtetit duhet që të shpallë zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen më së largu 45 ditë nga shpallja.